What the fuck? Hey, What the fuck është back sërish, është rikthyer si çdo të premte, Misi që ke bërë sot pas ke një ndryshim në aura. Jam përshtatur temës, çuna, jam përshtatur temës. Pra ti je pak e ribrenduar, mund të themi. Jam në një version të ri timit. Wow, më duket shumë vjesht sot. Dimër, mos dhe thoj. Jo, vjesht sepse dimër është i ftohtë, ajo është ngjyrë vjeshte. Ndërsa unë do thoja është bërë si shamikuqja. E vërtet, shamikuqja. Ti bën shkurt më Faleminderit. Se morëm stilot të edhe ju jeni bërë shumë të bukur sot. Faleminderit. Çdo episod gjithmonë e më të bukur. Si ngjaju sot? A ngjoj si një gjethe vjeshte e sapo Është një fiksuar vjeshta, nuk e kuptoj më zot. A ngjaj me këtë? Po. Vërë vath si Rozana. Unë dua të falenderoj Kotonin, njëri që më vesh mua kaq bukur si gjithmonë, përpost aurës time që gjithmonë ndriçon. Shkëlqen absolutisht. Po ti jam pse je kaq unbothered sot? Sot unë jam veshur si një gjethe ulliri, jam si një pullumbi paqes që ka gjethen e ullirit. Ti je pranver vjesh dimër se i nisi me stinot kolegu ta mbyllim. Çdo sezon të mundshëm se në LTB Jeans ju gjeni rroba për çdo sezon të mundshëm për pranverën, verën, nuk e di. Sa si vjeshtën dimrin për gjithë. As ato nuk i di. Edhe janë vetëm 4 stinja. Kështu që faleminderit LTB dhe Koton që na vishni me këto gjëra fantastike. Mirë atëherë. Ndërkohë, ne tani pasi u veshëm dhe u ngjeshëm, do flasim për ata që nuk flasim kurrë, për VIP-at. Wow! Pra ky nuk është një emision që ne flasim për VIP-at, por flasim për gatime. A merremi me thashë theme? Ne, jo. Është një muhabet i A vjetër. komentojmë njerëzit ne? Jo. Gojët e liga do flasin. Ne thjesht analizojmë, nuk bëjmë thashë theme. Po, dhe analiza këtë episod do jetë për ribrandimin e artistave shqiptar, pra artistat të cilët kanë ndryshuar karrierën e tyre si në muzikë, por dhe në aparencë. Pra një reinventim i imazhit të tyre si në këngë, pra një ndryshim që kanë sjell artistat, deri në atë pikë sa kanë kuptuar që në këtë zhanër bëjmë shumë lek, se në zhanrin dhe ja rikthy pastaj duke lut supi. Po, më derisa gjejmë veten ku bëjmë shumë lek, unë kështu e konceptoj. Po, e vërtet është, po ideja e ribrandimit është që unë mendoj që vjen me ndryshimin e kohëve. Pra ti e kupton që tregu fillon dhe ndryshon, dhe artistët ndjejnë nevojën që sipas preferencave të tregut të ndryshojnë dhe ata, ose thjesht ata nisin sipas preferencave të tregut dhe më pas shkojnë te pëlqimet e tyre të vërteta. Ndoshta. Ti do të thash që është ka pjesa që japin çfarë duan publikut, nuk e ndjejnë, nuk e grihen, rriten dhe pastaj thonë, unë dua të bëj ato që dua unë të bëj. Dhe Misi ti ke të drejtë, sepse më kujtove rastin e Tajnës, për shembull, të flasim konkretisht. Tajna nisi si repere, dhe ishte ajo periudha kur doli dhe Rina Balaj, doli dhe Melinda, dhe ishte tregu shumë i etur për repere, për vajza të cilat repojnë. Dhe në menaxhimin e labelit që ajo ishte në atë kohë të Friends Entertainment, ajo bëri rap dhe dukej sikur shpërtheu, pra kishte shumë klikime, hit pas hit, ishte shpërthim. Domethënë kënga kolumbiane u bë virale dhe jo vetëm shqipe, pastaj shumë të tjera. Ishte goxha. Tajna absolutisht hapi një rrugë shumë të re. Do të thënë, rapi nga një grua ishte, domethënë është bërë më përpara nga ka qenë Gjira, po jo në të njëjtin nivel suksesi, sepse filluan dhe të gjitha të dilin pas Tajnës dhe të eksperimentonin me këtë zhanër që deri pak viteve normalisht dominoi nga meshkujt. Nga meshkujt, Tajna absolutisht nisi një rrugtim shumë të ri dhe shumë fuqishëm. Por pyetja që ne ngrem është pse ndryshoi Tajna. Pas shkëputjes që ajo pati me labelin e saj dhe me menaxherin Rinorin, ajo bëri një pauzë për arsye personale, ka cituar, për arsye shëndetësore të babait, në mos gaboj, dhe më pas ajo u rikthye me këngën super hit Si Ai. Shiko, unë mendoj që Tajna pas largimit nga menaxhimi i Friends Entertainment dhe menaxherit të saj, më duket sikur pësoi dhe një goditje të madhe. Si goditje në karrierë? Po, edhe në karrierë, po sidomos në anën e saj psikologjike të brendshme. Ajo mbase mori kohën pikërisht për të gjetur veten e saj, mbase ajo nuk ka qenë vetja 100% aty dhe ju desh pikërisht kjo goditje që ta çonte atë. Ta sillte në vete thua. Ta sillte në vete pikërisht dhe të gjente ajo veten e saj, se fakti që kënga Si Ai, kënga e parë, pas një shkëputje shumë të madhe, mirë që u bë hit në Shqipëri, po u bë hit në të gjithë botën,
Tregon që Tajnës aq I duhej që thjesht ajo të shkonte në ujërat e saj. Ka diçka, unë mendoj që edhe në rap dhe sa do reposh, do me thënë, flet për suksesin, për makinat, për diset, do me thënë, ti do përsërisësh të njëjtë vetveten, më kupton? Ndërsa ky zhanri, jo automatikisht, ke Cardi B për shembull e cila ka një jetë që repon edhe pra. Dakor, po këto kanë eksperimentuar dhe me zhanra të tjerë, më kupton? Ndërsa ne Tajnën e njohim vetëm si repere. Shiko, çështja është këtu që Tajna ka thënë më përpara, kur nisën të dilnin dhe repere të tjera si Rina, që ka thënë që shiko, ju keni dëgjuar 2 këngë të Tupakut dhe ju duket vetja gangstere, shko të dëgjon në një balad, pra Tajna në fillim e shiti veten sikur ishte kjo repere që ishte gjithmonë, kishte gjithmonë brenda vetes dhe nuk e la fare Tajnën e but, pra soft girl, vajzën e cila është e dashuruar të dilte në pa. Dhe së fundmi, pas këngësia ajo e ka nxjerr më në pak të vajzë dhe fakti që Rinori dhe ish labeli u tentuan ta bllokonin këngën si ai, ndoshta kjo e nxiti më shumë dhe publikun që ta gjonte më shumë këngë dhe I dha më shumë sukses. Gjithmonë e kam menduar këtë që a do kishte si ai një sukses nëse nuk do bllokohej në YouTube. Nuk e di e mbani mend rastin e këngëtares Kesha në Amerikë, që pati një sukses shumë të madh dhe më pas pati dhe ajo një konflikt me menaxherin e saj, u shkëput ata shkuan në një proces gjyqësor shumë të gjatë dhe të komplikuar që e ndau Hollywoodin në gjysmë. Dhe kur u rikthye pikërisht si Tajna me një këngë të shpirtit dhe shpërtheu dhe bëri namin, ajo prapë u zhduk. Është rast tjetër studimor. Është rast tjetër studimor, po ideja që ndonjëherë këto shkëputje të bëjnë mirë. Bëjnë mirë dhe në rastin e Tajnës I ka bërë vërtet shumë mirë. Dhe ka shumë pak artista që bëjnë shkëputje të tilla sepse kanë frikën se do largohen fansa dhe publiku do I harrojë. Është vërtet, dhe është shumë normale të ndodhi, sepse nëse ti nuk prodhon për atë publikun ose duhet të jesh një legjend shumë e madhe, gjë që dyshoj të artistët tanë, domethënë ta kanë arritur atë nivel që vërtet publikut ti mungosh, hiq një flor mumajesi. E di çfarë më kujtove me këtë, më kujtove Adele, e cila publikon albume, bën disa intervista dhe zhduket pastaj nuk është një nga ato celebrities që ti I shikon në çdo red carpet, në çdo award show, I ka dalë shumë të rralla. Muzikën dhe gjithmonë muzika e saj dëgjohet. Sepse ajo, më thënë, ajo ka muzikë shpirtit, më thënë e ka... Gjani Someone like you. Absolutisht. E thamë që këtë episod s'do këndonim. Nuk do këndonim do t'i bëjmë skip. Sidomos ti Kostian e kemi shumë të rëndësishme. Jo, mam qash një harin. Për të mirën e veshit ton dhe për të mirën e veshit të publikut. Do të flasim për këtë, për dhimin e veshit, le flasim për këtë. Por ajo çfarë unë dua të flas është jo për zërin e misit, absolutisht. Por një tjetër artiste, cila ka bërë një rebrandim, është Dafina Zeqiri. Jo aq të mas, të theksojmë si ai Tajnës. Po, sepse Dafina Zeqiri ishte ajo këngëtare e cila ishte shumë kontroverse, më mend këngët Be a Man Once, ku ajo shfaq me atë fustanin e zi, me thënë videoklipi I errët, shumë qef, me thënë La Reina Bloda, me thënë ishin këngë të cilat ishin Tonight, ishte këngë ikonike. Dark and sexy. Ishin dark, do me thënë, ose Dafina nuk e di se në çfarë gjendje ndodhi në ato momente, por realisht është ndryshim shumë. Kam një pyetje për ju, se këtë e kanë vënë në shumë artistë, për shembull kur nisin karrierën, janë më të lirë dhe eksperimentojnë dhe janë si më të vetja, jetën çdo gjë. A mendoni që më pas ato futen në këtë rrengun e showbizit ku duhet bëjnë muzikë që të klikohen dhe I përshtaten tregut dhe në fillim janë shumë më kujton Nicki Minaj në fillim ose ku ta di unë Lady Gaga ishin shumë eksperimentuese dhe Dafina kështu ka qenë. Dhe së fundmi e shohin vetëm me balada dashurie. Nuk e bën dëgjuesi rryma na serviret dhe neve ose pëlqejmë ose jo. Dhe në këtë rast ne na e servirin artistët shqiptar rrymën që ne preferojmë, pra ne ecim në ujërat e atyre. Ka edhe diçka, mos ta harrojmë faktin që ne ndikojmë edhe nga tregu I botëror I muzikës. Pra, qoft ne si dëgjues, por edhe artistët. Unë mendoj që sepse shikojnë që kemi arritur në një pikë dhe ripërsëritja, sipas mendimit tim, është vdekja në thonjza e një artisti. Pra, ti je në maj dhe të fillosh prapë edhe një herë nga e para do përsërisësh se është një full cycle moment. Kështu që në këtë moment ti ndërton një rrugë tjetër dhe fut edhe kjo që është pjesë e ndikimit të mendoj që këngëtarët shqiptar
kanë mbaruar së frymëzuari nga perëndimi dhe sikur po frymëzohen nga lindja tani. Shumë në filmet e Dafinës ngjante shumë Rihanën. Pra ishin shumë kështu, ishin shumë cool, ishin shumë vibe dhe së fundmi nga muzika turke, nga muzika talavar, lindore, ballkanike. Ballkanike zemra, ne Ballkani kemi komplet një rrym tjetër që nuk ngjasoj me perëndimin, se ne që t'na vi rryma e perëndimit do mja 20 vjet kam përshtypjen unë. Dhe më duket sikur ne jemi gjithmonë në kontrovers me perëndimin, pra asnjëherë nuk jemi në të njëjtin drejtim me shihet e perëndimit. Ja, për shembull Dafina që po flasim aktualisht, për mua Dafina është bërë shumë ballkanike, pra është larguar nga Rihanna, Beyoncé, nga ajo kind of music dhe është bërë shumë tallavan, nëse mund ta them. E di çfarë këto kam përshtypjen se janë disa artistë që kanë tentuar tregun amerikan, siç është Dafina, Era Istrefi, bëjnë muzikë shumë të mirë, shpërthejnë, i kërkojnë labelat në perëndim, shkojnë, e shikojnë që shumë e vështirë të qash patjetër, sepse është ke nga gjithë bota aty, s'ke vetëm nga Ballkani, dhe kur i kthehen, i largohen, e lejnë fare perëndimin, dhe fokusohen vetëm te kjo rryma e Ballkanit, që pëlqen tallavaja, hip-hopi, klabet bën muzikë klabesh, muzikë për të kërkuar. Po normalisht sepse ajo është i vetmi burim të ardhurash ose burimi kryesor. Ose burimi kryesor, okay, janë dhe klikimet, po burimi kryesor këto janë. Nuk është se bëjnë koncerte në stadium ose në arena të mëdha që të thuash. Por që të flasim konkretisht, pas ikjes në Amerikë dhe rikthimit, Dafina ka publikuar disa këngë, Fuego e të tjera, por kënga që bëri më buj ishte Bye Bye, bashkëpunimi me Tajnën. Por dhe pas këtyre këngëve, ajo pati disa këngë të cilat mund t'i quaj që ishin ekstravagante si La Reina, që videoklipi ishte shumë nice edhe zhanri, Zili që ishte një temë ndryshe nga tema. Më pas ajo filloi me këngë pop, dhimbje si Dhimbje malli si mua, atë ka mungu, pra tekste ripërsëritse tekstet dhe muzika dhe melodia, pra futen në një rrymë, shikojnë që okay, kjo kënga u pëlqye, ta bëj dhe një, i hecin, po bëhesh e mërzitshme, të paktën për mua si dëgjuese. Më vjen një moment, prapë njëjta këngë, njëjta melodi, më ka ndodhur edhe me Butrin Timerin, pata një periudhë që kishte të njëjtën melodi, nuk e kuptoj pse, se Dafina është shkruese shumë e mirë, pra bën këngë shumë të bukura, po pse ripërsërit veten? Dhe unë nuk mendoj që Dafina është në momentin e saj më të mirë artistik. Ndoshta ajo është në momentin e saj më të mirë, ndoshta ajo artistik se ne më mësuam atë Dafinën e zjarr, por tani është bërë një nën, pra është një martesë. Numrat janë okay, po a janë këngët në nivelin e Dafinës, pra ato këngët që ne publikoheshin dikur që ne i dëgjojmë akoma me mall sot e kësaj dite? Ndoshta e di çfarë ka ndodhur, ndoshta ajo ka zënë rehat me faktin që po ecin këngët. Pra ndoshta një artist kur dështon, kur e shef që nuk po ecën diçka, ndoshta aty e ushtron më shumë penën dhe mundohet më shumë. Ajo shikon ka publikuar këto balada, këto këngë dhe thot, po ecin, i bëhen virale në TikTok shumë dhe thot I'm good, thot, po eci mirë. Është edhe këngë për TikTokun, pra ka humbur vlera e muzikës. TikToku ka ndryshuar thelbësisht muzikën dhe është një nga platformat më me fuqi dhe më me ndikim aktualisht në muzikë. Ore, TikToku ti lum. Sa këngë ke ti që janë rikthyer në jetë vetëm nga TikToku. Shumë edhe këngë vjetra. Edhe këngë të vjetra dhe fakti që thon muzik TikToku, jo, nuk ekziston muzik TikToku, ekziston muzik komerciale patjetër, po muzika komerciale është bërë edhe para TikTokut. Kështu që nuk ka të bëj fare këtë gjë. Këngës e Sony Male dhe këto Xhizi që u bë shumë viral dhe u rikthye. U rikthye Sony Male, bëri një bashkëpunim të ngjashëm, në mos të them identik me Matolale, në të njëjtën rrymë se po e dëgjoja dhe prap nuk i Nuk ngjiti. Janë disa këngë ose disa këngë të cilat leni aty. Po ti pikërisht pra ti ke mall për ato këngë. Sot në rastin e Dafinës, apo prodhon më Dafina këngë për të cilat ti pas 10 vitesh do kesh mall ti dëgjosh? E vërtet, kjo vlen për gjithë artistët, jo për vetëm Dafinën. Jo vetëm për Dafinën, për të gjithë, me që po flisnin për Dafinën tani. Ka shumë që dëgjojnë këngët e vjetra të artistëve. Për shembull rasti Dafinës ose rasti Era Istrefit, shumica. Tani është publiku i ri që duhet ushqyer muzikë të re. Ore, muzikë të re, po pse muzika në atë kohë ka pas shumë kualitet. Për shembull Erën, ngelën duke e pyetur rikthej Erën e vjetër të 13-shit. Po kanë qenë të rinj, mani për mani. Kanë qenë të rinj dhe investonin pafund. Tani Dafina mund zgjerë dhe një këngë duke bërë për shembull
Edhe do t'i klikohet, sepse është emri. Sot përmes artës shet dhe emri. Ne jam dakord për Tajnën që ribrendimi i Tajnës absolutisht i ka bërë shumë mirë dhe i ka ecur. Në rastin e Dafinës, dua të di nga ju të dy. Mendoni që ribrendimi i ka bërë mirë apo? Jo, unë nuk jam kur që një artist të ripërsërisi vetën. Dhe si që the dhe ti më parë, me këngët e fundit, ajo dhimbje, malli, pa ty, ka përsëritur veten dhe unë nuk më pëlqen ti mund të bësh një album, shumë Elvana Gjata ka bërë albumin 3 që eci shumë balada të tmerrsisht të bukura, ama më pastaj nuk e vazhdoi karrierën duke bërë vetëm të njëjtin zhanër. Ka sjell këngë eksperimentuese, ka sjell këngë të ndryshme zhanër në ndryshme. Realisht më pëlqen sepse tenton. Edhe Elvana shkëputes, Dafina është konsistente, Dafina të mbyt me projekte muzikore. Një pas një. Vjeta par vjet Dafina vetëm publikonte. Publikon bashkëpunime. Çdo muaj nga 2-3 këngë, kupton? Ishte si një makineri, si një makineri, domethënë dhe e pasuroi atë albumin e saj gjithë karrierën e saj me super këngë në atë verë. Kështu që për mua nuk mendoj që i ka bërë keq. Ndërkohë një personazh tjetër i cili ka ndryshuar për mendimin tim rrënjësisht nga fillimet e saj në karrierën që ka sot, është Gjensila. Ka ndryshuar shumë. Për mirë për keq. Për mirë apo për keq dhe do ta diskutojmë dhe çfarë mendoni ju, po Gjensila e baladave dikur, nuk besoj që ka njeri në Shqipëri që thotë hey, ajo vajza ishte fantastike. Po le ta marrim me radhë. Daljen e parë televizive, Gjensila e ka pas në ethet e të premtes, saktësisht në vitin 2008 dhe ka rezultuar në top 10 më të suksesshme të atij edicioni, por fituesja ishte Kejsi Tola. Po. Dhe më pas, ajo ka marrë pjesë në Top Fest me këngë si Jeton te kun, Ëngjëlli im, Më fal, ekzistojë të tjerë, ndërsa në këngë magjike ka marrë pjesë vetëm një herë me këngën Me ty jam, të gjitha balada dashurie. Balada dashurie dhe hite të një pas njëshme fatos. Do me thënë, ato këngët unë dëgjoj pafundësisht njerëz edhe në makinë që i bëjnë play gjatë gjithë kohës. Dëgjojnë edhe sot këngët. Dëgjojnë edhe sot, pra janë ca këngë të Gjensilës që i ka realisht të pavdekshme. Po nuk e di se çfarë ndodhi pastaj me Gjensilën. Na thuaj pak ti dhe filloi të ndryshonte. Po Gjensila filloi të eksperimentonte, se normalisht njeriu duhet të fillojë të prodhojë ndryshe. Po i përshtatej tregut. Sepse unë kam tek mendimin. Jo, nuk i quaj përshtatje tregut më pas. Sepse nëse çfarë ndodhi direkt më pas baladave nuk është përshtatje me tregun, sepse ajo ka publikuar këngë të cilat janë pop dance, siç është Vespa, Vespa është super cute, po janë këngë cute. Po janë këngë që kërcehen. Po kanë mbetur brenda kuadrit të vajzës së ëmbël dhe të mirë. Gjensila ka pasur gjithmonë këtë, madje edhe e shoqëronte edhe me sjelljen e saj shumë e ëmbël, shumë e çiltër, shumë fëminore, nuk e njoh personalisht, por që në publik ai imazh ishte krijuar shumë fëminore. Madje dhe kur bashkëpunonte me artist meshkuj, si në rastin e Mozik, në videoklipe ajo shihej e distancuar, pra bën televizje dhe më shumë kishin skena veçma se sa na bashk, më pas ajo u rikthye sërish baladave me Chelsea zemër, Sekreti im që është në bashkëpunim me Piro Çakon. Por ndryshimi, do të thuash diçka? Jo, do të thënë se më kujtove këtë të Piro Çakos që kombinimi Gjensila Piro Çako është shumë i bukur. Shef kiss, është më thënë, është perfekt. Ai nuk e di, ai sikur janë nxjerrë në pat të gjithë vokalin, të gjithë ndjenjat e saj. Gjensila ka super vokal dhe kjo vlen të theksohet. Po është domethënë është super hite Gjensila me Piron. Paris, Chelsea zemrës, ka bërë është perfekte Sekreti. Dhe do thoja që pas këtyre baladave në vitin 2022 u vure një ndryshim me këngën Ale ishte një kthes nga vajza e ëmbël në provokuese dhe ne kemi hyrë në YouTube, kemi parë disa nga komente që njerëzit kanë komentuar në atë kohë dhe gjeni se kush ka komentuar në atë kohë. Ke qenë ti patjetër. Sigurisht që ke qenë dhe ti. Më lejo ta gjej. Shikoje çfarë shkruaja. Nëse këtë këngë do e bënte dhurata Dora, do ishit të gjithë ua sa e bukur, por vetëm se Gjensila komentoni kështu, një artist eksperimenton. Nëse doni Gjensilën e Chelsea zemrës, shkoni dhe e dëgjoni. Nëse doni diçka ndryshe, hajde dhe dëgjoni këtë, tregoni të drejtë, PS I love this song. 180 like që atëherë. Komentet e mia bënin impakt që atëherë. Por që disa të tjerë e kanë kritikuar shumë në këtë rast. Ka pasur tani se unë po shikoj edhe disa komente të tjera. Kënga super thot, por vjen edhe një kritik, Gjensila është lasdruar shumë, Noizi duket se ka mbajt distancë si grua e martuar që është, ndryshe nga klipet me këngëtarë të tjerë, këtu thot bravo Noizi. Ky është bashkëpunimi me Noizin që ka pas në atë kohë. Vjen më pas. Dhe publiku ka vënë re që ka qenë shumë
e afërt me Noizi në klip dhe tek Noizi kanë vërre që ka qenë i ftohtë. E di çfarë kuptova unë, domethënë deri në momentin e martesës që ishte edhe kënga Chelsea zemrës, Gjensila ishte pikërisht kjo vajza shumë ngjëllore me zërin shumë të bukur që bënte balada e kështu. Të paktën ashtu na servire. Më pas, mbaj mend ka bërë një bashkëpunim me Ardian Bujupin, ku ajo ka thënë më pas që ka qenë dhe në pritje të ëmbël me vajzën Ajkën, dhe që aty filloi pak me lëvizje tërmet. Çika. Tërmet. Bojnana. Edhe që aty filloi Gjensila pak me më lëvizje sensuale që nuk e kishim parë Gjensilën deri në atë moment, kupton, dhe duke eksperimentuar në një rrymë ndryshe. Mendoni që këtë bëri sepse ja kërkoi tregu apo se ndiu vetë, sepse shumë një koment thot, si këngëtare nuk e të sharë, por për fat të keq sot të jesh në mes të vëmendjes do treguar çika ana sensuale thot, sepse s'kemi ç'të themi, dëgjojmë, shikojmë, kënaqemi njëkohësisht, bravo Gjensila 10 të plot, thot njëri. Shiko, që femrat dhe kjo nuk ndodhi vetëm në Shqipëri, po përgjithsisht dhe në botë, filluan pak edhe ekspozimet në për videoklipe dhe që vajzat të jenë shumë të kuruara, shumë të bukura, që mos të ndiqej vetëm kënga, sepse ishte edhe periudha e YouTube-it. Pra njerëzit do shikoni dhe bëhej videoklipi si film më vete, investohej aq shumë që të tërhiqje publikun. Së fundmi, videoklipet kanë rënë. Muzika po dëgjohet më shumë në Spotify, në TikTok, e kështu. Që të dalte që tha Artemista, po tregu amerikan për shembull nga 2005, 2008, 2010 muzika pop në Amerikë ishte në Maja ishte Lady Gaga, vjeni çik me vonesë në Shqipëri. Janë të gjitha, më thënë që këto xha ishin të ekspozuara, më këtu pra bëni videoklipe provokuese. Kështu që dhe tek Gjensila, te kjo që filloi Gjensila pak me lëvizje, unë nuk do t'i shohja as pak sensuale ose provokuese. Ishte thjesht një shkatrim në thonjë atit imazhit të një vajze të mirë dhe nuk ka pse të jetë një gjë e keqe që ti e ribrandon veten dhe do të eksperimentosh më shumë se s'mund të rrish gjithë jetën e vajzës. Po sot është domethënë është përfolur për marrëdhënien që mund të ketë, marrëdhënie supozuar me Ledrin dhe gjithë fokusi më duket sikur ka ikur nga muzika dhe është fokusi dhe i menaxhmentit të Gjensilës tek showbizi, romanca. Po para se ta diskutojmë këtë, dua të mbetemi pak te ky ndryshimi dhe më erdhi një pyetje në mend. Mos vall Gjensila thjesht u rrit? Po pra ishte ajo Gjensila e vogël se ka dalë shumë e vogël në sken 14 vjeç me këngë da dhe me këngët Vespa e të tjerë në bashkëpunim me Brezi Briti, ka qenë shumë e re dhe ndoshta u rrit dhe tani i pëlqen të jetë sensuale. Po nuk ka si gjë të qenë sensuale. Jo, nuk po themi që ka diçka të qenit sensuale. Po ndoshta tani është vetëm sensuale. Po ka ndryshuar shumë. Pra dikur nga ju Gjensila që na dhuronte perla me vokalin e saj që kapte dhe notat larta, sot fokusohet te kërcimi, te muzika, te kalon pasore. Të të jap një shembull dhe të them se si publiku ynë është i drejtuar dhe pëlqen këtë gjë. Gjensila në këtë periudhë që flasim tani, nga shkëputja e labelit që ishte tani që është me labelin e Ledrit, ka publikuar një këngë që quhet A kjo jeta ime. Një super balad, një super tekst, një super dhimbje, një ulërim, një super dhimbje e Gjensilës që ndonjëherë jep zë. Sa klikime ka ajo këngë? Po mbase sepse jo, nuk është pëlqyer, ja ta them unë pse. Ke këngën tjetër Zemër e helmuar. Ja ta them unë pse. Sepse pse i jesin atëherë dhe jo tani, sepse publikun ti po ushqjeve non stop me një mënyrë, ti kur jep një gjë të re thot unë Gjensilën e dua vetëm për tërmet. Se ka artistë që bëjnë balada sot e kësaj dite dhe baladat u ecin. Nuk është problemi te baladat, nuk është problemi te baladat, sepse baladat ecin, njerëzit vdesin për balada. Ta them unë, domethënë atë vit që ajo ka publikuar këtë këngë, para këtyre ka ardhur bashkëpunimi me Ghetto Gjizin Vaj, bashkëpunimi me Noizin Lam të mirë dhe kur ti e ushqen publikun me këtë këngë se është si rasti i Ronelës, sepse dhe Ronela në thonjza ankohet për publikun që nuk ja dëgjojnë këngët e saj cilësore ku ajo merr shumë kohë. Nuk ka vetëm 2-3 artistë të cilët ndikojnë në muzikë, në treg, është një tregu. Që është the brand, pra ti kur ti e shet artin tënd dhe vetë ti si artiste shet që unë bëj këto këngë dhe mëson, fokusohet publiku që Ronela bën këto këngë, dupsi, pop, dance, Gjensila është provokuese, kur ti nxjerr një gjë ndryshe, ato as nuk e klikojnë. Shiko, unë kam një pyetje për ju të dy. Nuk e di, besoj i keni parë videot e fundit që janë postuar në TikTok, po në çdo rrjet social të kërcimeve që bën Gjensila në klabe. Po. Tani, a mendoni ju
Dhe sidomos ti Kostian që vërtet e ka zhvendosur komplet fokusin tek pamja dhe paraqitja e saj dhe nuk po e le fokusin te muzika dhe për atë për të cilën ajo del në sken. Nuk shikoj asnjë gjë të keqe nëse ajo Jo të keqe, a mendon që e ka zhvendosur fokusin nga muzika te performancat dhe te paraqitja? Jo, sepse ju e thatë që Gjensila ka super vokal dhe Gjensila është këngëtar. Këndon playback. Si çdo artist, pikërisht, po pse duhet ta normalizojmë? E do mendimin tim se pyet vetëm Kostianin. Po jo, më fal, nuk është se ne po e normalizojmë, pra xha është, sepse janë momente të tjera që pse nuk këndon live. Por ideja është që po ti shkon në një klub, ajo ka ardhur për qef, nuk do vi do të këndoj me xhup. Normalisht do kërcej, do bëj. Nuk e kam të zhveshja, mos më kesh kupto. Mos më kesh kupto se un jam femër vet, e zhveshur jam mjaftueshëm dhe un këtu. Nuk e kam të zhveshja, e kam të fokusi, atë për të cilën ti do të njihesh dhe të doj dhe të ndjeki publiku. Jo, ajo ka arritur super forma, super trup, kështu që se besoj se është problem. Shiko, unë mendoj që ti nisi me këtë pyetje ke një farë të drejtë dhe e ke vërejtuar këtë gjë që shumica e publikut e ka vënë në re te Gjensila. Dhe unë mendoj që ka një farë tendencë Gjensila që është fokusuar më shumë tek aparenca dhe tek looku. Pra ne e kemi parë në klipet e fundit që është veshur shumë bukur, është veshur shumë seksi dhe duket yll bote. Ka investuar edhe në trupin e saj me palestër ose qoftë edhe me operacion plastike, ne nuk e dim, nuk e vën dorën në zjarr ose pak rëndësi ka. Po që është vënë në re një vëmendje më shumë që i ka kushtuar aparencës, unë këtë mund ta them, sepse njerëzit dhe në klabe postojnë video që janë bërë shumë virale në TikTok vetëm nga lëvizjet e saj. Pra nuk del një moment ku ajo është duke kënduar një këngë, nuk e di a këndon ende baladat apo jo, një këngë ku ajo e ndjen. Nuk e di, unë në TikTok shoh vetëm video ku dalin që ajo kërcen. Po sepse është bërë, domethënë është rrënjosur ajo pjesa që hajde nxjerrim Gjensilën se ka veshur një fustan të shkurtër, pastaj futet pak edhe kjo pjesa, jo po kjo është nënë e 2 fëmijëve. Po pse mendon që e bëjnë vetëm me Gjensilën? Për shembull se ne diskutuam pak më parë Tajnën. Tajna është një ndër ato artiste që del si që the dhe ti edhe me shumë lëkur zbuluar, po askush nga publiku nuk fokusohet te pse është... Ndikon ajo që thot Kostiani që është nën, është nën edhe unë gjithmonë nuk e kam kuptuar se publiku ka qenë pak kështu me Gjensilën gjatë gjithë kohës. Sidomos pas ndarjes nga Beskallaku, pas bashkëpunimeve të shumta me reper dhe artista djem, ajo ka qenë gjithmonë në sulmin e publikut, qoftë edhe për kërcime dhe për veshjet e saj. Se kuptoj pse. Dhe të njëjtën gjë mund ta bënte, e bënte edhe Dafina, e ka bërë Tajna, e bënte dhurata dhe ja, u bë Dafina nën tani së fundmi? Jam shumë i sigurt që pas disa muajsh kur Dafina të rikthehet në sken, mund të bëjë nga ato lëvizjet provokuese. Mendoj që e ka mësuar Dafina publikun me që të jetë kontroversiale kështu. Nuk mendoj që ka problem, edhe pse unë mendoj që pas ndarjes nga Besi, nuk e di a ka ndikuar ndarja nga Besi që Gjensilës t'i sulen kështu në këtë vetëm për disa lëvizje provokuese në sken. Mua më mungon Gjensila e vjetër, të them. Mendoni që do i rikthehet festivaleve? Unë dua shumë që Gjensilën ta rishon në ndonjë festival, qoftë festivali RTS-s, qoftë kënga magjike, për të treguar që hey, unë e kam atë vokalin ende dhe unë jam ajo super artiste. Gjensila e vjetër është ende më në nuk jam vetëm kjo vajza e bukur dhe sensuale, por jam dhe ky versioni tjetër artiste. Gjë që vlen dhe për ty, ti nuk je vetëm kjo vajza e bukur dhe sensuale, por se mbi të gjitha unë jam ajo vajza që dal dhe ju bëj njerëzve pyetje nga më të ndryshme. Çfarë pyetje ke për te? Unë jam Dora vet, mund të bëj një foto pasi të shohim për Tani unë kam dalë dhe kam bërë një pyetje shumë interesante. Cilin nga të gjithë moderatorët që ka Shqipëria do të preferonin shqiptarët që të moderonte Big Brother VIP Albanian? Dhe çfarë kanë thënë shqiptarët? Ndiqeni. Kë do preferoje ti nga të gjithë moderatorët që ka Shqipëria të moderonte Big Brother VIP Albanian? Për mendimin tim, do doja shumë që të vazhdonte ta moderonte Ledion Liço, sepse është shumë komik. Edhe ato momentet më të vështira i bën me shaka dhe është shumë gazmor, domethënë dilë shumë të forta. Sinqerisht, më shumë pëlqen Ledioni. Alketa kishte shprehur së fundi dëshirën për ta bërë një herë Big Brotherin si çdi ajo. Nuk do i shkonte Alketës Bigu? Do ta kuptoja unë, ajo flet shumë shpejt. Big Brother VIP Kosova, Alaudini me Jonida Vokshin, si të duke në moderim?
Laudini është okej, se Jonida është pak si e ngrirë gjatë gjithë kohës, edhe nuk më duket se është për moderin Big Brother. Edhe është gazmore për këto pjesë, se bën meme, por që është shumë e ngurtë, nuk besoj, ajo nuk është. Kështu që Ledioni. Ledionin? Po Ardit Gjebrea, për shumë, si do ishte nëse do moderonte Big Brother? Edhe ka vite, ka eksperiencë. Ka? Ka. Po Alketa, se Alketa tha që kam dëshirë të prezantoj një herë Big Brotherin. Po mirë, Alketa mirë, po unë dua Ledionin, nuk e ndron Ledionin me asgjë. Alketa Vesion, Alketa shpreh dhe një dëshirë që donte ta prezantonte. Mendon që do ishte shumë e mirë? Shumë e saktë, shumë e përgatitur. Po, këtë do donit ju që të moderonte këtë vit Big Brotherin? Po Ledionin. Ledionin? Arditin. Tani, ti thua Ledionin, nuk do të ndroje Ledionin me asnjë tjetër? Jo, më pëlqeu si prezantoj. Çfarë të pëlqeu më shumë tek Ledioni si moderator në Big Brother? Nuk e di, ishte më fan. Më fan. Po Arditin, pse Arditin? Nuk e di, do doja shumë ta shifja. Ta shikoje një herë Arditin. Arbana Osmani? Ajo është legjenda. Nuk do ta ndroje Arbanën me asnjë moderator tjetër? Dhe Ledion Liço, siç është. Po për shembull ke Alketa për shembull shpreu së fundmi dëshirën për ta prezantuar një herë Big Brotherin dhe për ta bërë. Dhe tha do ta bëja shumë mirë. Mirë, dhe Alketa si shkon shumë. I shkon shumë patjetër. Alketa Vesio. Ajo është një nga moderatorët më të mira që mund të ketë Shqipëria. Që mund të ketë, pra do ishte mirë Alketa. Do ishte mirë Alketa Vesiu. Po dhe Arbana Osmani ka bërë. Pra mendon që po për mendimin tim Alketa Vesiu është më e aftë, më e mirë. Më e mirë. Gridën, biles edhe për kryeministra, jo vetëm për moderatorët e Big Brother. Je i pari që po thua emrin e Grida Dumës. Po, askush se ka thënë. Çfarë mendon ti se do bënte Grida Duma ndryshe në Big Brother? Mendoj se i përshtatet shumë si format të saj. Edhe mendoj që do i rritë edhe shikueshmëria më shumë. Vetëm për Gridës. Vetëm për Gridës. Për faktit që është e aftë apo dhe se është shumë e bukur dhe ka shumë stil. Të dyja bashkë. Dim pa që është e bukur, do lëhet mirë. Po Ledioni me Arbanën si të janë dukur? Fakt të dy janë mirë. Arbana është mësuar atë format, pse është bë ka kohë që bën, por dhe Ledioni më ka pëlqyer shumë ato të tij, humorin. Dëgjoj, kemi dhe Big Brother VIP Kosovën paralelisht. Se ndjek fare për sot. Si të duket Alaudini me Jonida Vokshin? Më pëlqen shumë, Jonida është bërë dhe meme se lexon skaletën. I bë ato meme ajo në TikTok, po Alaudini duket pak më mirë. Më mirë se Jonida. Se Jonida. Kë do preferonin shqiptarët të moderonte këtë vit Big Brotherin? Nga Arditi Arbana, po pse Arbana? Po pëlqen. Po nga të tjerët, për shumë Alketa shpreu dëshirën që donte ta bënte një herë. Alketa Vesiu? Po. Ja. Jo? Vendin e Arbanës nuk e zën askush. A thua as Ledioni? As Ledioni. Po. Arbana është njës. Arbana. Me asnjë tjetër do ta ndroje Arbanën, ë? Kë do preferoje ti që të moderonte Big Brother VIP Albanian? Alketa Vesiu. Alketa në fakt shpreu dhe dëshirën përpara disa ditësh. Çfarë mendon ti se do bënte Alketa ndryshe në Big Brother? Shumë gjëra. Çfarë për shembull? Nga fillimi deri në fund. Nuk të ka pëlqyer se si kanë qenë moderatorët deri tani? Jo, kanë pëlqyer, po duke qenë se është Big Brother një sezon mirë, do të ketë shumë gjëra ndryshe. I bëj që të ishte personi perfekt, sepse duke qenë se ka shumë vite ka prezantuar Sanem e tjerë, është personi ideal për ta bërë këtë gjë, kupton? Dikush përpara te e tha se Alketa më pëlqen shumë, por flet pak shpejt. Tani, po nuk foli shpejt, ajo prandaj ka sukses, sepse fol shumë shpejt edhe është shumë artikulueshme. Ja del ti bëj të gjitha. Ndërkohë, kemi paralelisht edhe Big Brother VIP Kosovën. Dhe prezanton këtë edicion si çdo edicion i kaluar, Alaudini me Jonidën. Pse po qesh? Sepse më kujtu skaleta. Gafa. Presim një reagim prandaj. Si do duket Jonida në këtë rast me që se qesha? Duhet të jetë shumë më mirë, sepse çdo Big Brother duhet të jetë i pari i mirë, i dyti shumë mirë, i treti shumë akoma. Të vinë në rritje. Po, në rritje. Po, s'kam që të them për këtë pjesë. Mes Alaudinit dhe Jonidës, kush është më mirë? Alaudini. Pas fundit Jonidës. Ledioni? Pse të pëlqen Ledioni? Arbana ishte shumë e mirë, pa diskutim ishte shumë e mirë.
Tani e ka Ledioni, edhe vjetë mire performore. Të pëlqen Ledioni? Se ke parë kur Bigun ti? Ledioni të pëlqen? Jo. Jo s'të pëlqen Ledioni? As Arbana s'të pëlqen? As Alketa? As Arditi? Po unë? Po ta moderoja unë? Po ne ti ashtu je. Shiko, për Arbanën dhe Ledionin, normalisht të gjithë e presim se ata të dy kanë bërë historinë e Big Brotherit. Po Alketa. Alketa ndoshta nga ky debati i fundit online që pati me Olsen që tha po ta kisha unë Big Brotherin, tha do bëj kështu, do bëj ashtu. Unë nuk u habita shumë për Alketën, sa që u habita për Gridën. Grida nga politika në Big Brother. Se Alketa show ka bërë gjë. Diku mund ta shoh Gridën si opinioniste po jo në moderim, nuk do ta shikoja. Do ta bënte shumë serioz, kam përshtypjen si format Grida, sepse është vetë serioze dhe nuk do t'i shkonte. Nuk i shkon. Imagjino Grida duke lexuar Zarfin. Banori. Me shumë harro dorën në xhep. Dhe habia tjetër, Arditi. Arditi në Big Brother. Come va? Po e sigurt është do merrte zonja Eni për opinioniste. Absolutisht. Dhe për shuarje gjakrash dhe sigurt është që do kishte super duar trokitje në sallë sepse plakat always win. Ja, më mra mikrofoni sa përmend plakat. Shiko, për një gjë bijem të tre dakord besoj që Big Brotheri do shumë energji. Dhe dy nga moderatorët më me energji, dum apo s'dum ne ka qenë Arbana me Ledionin, apo jo? Dhe unë kam fix këtu ja, 2 oksi, një Leila, një portokalli. Kush është Arbana, kush është Ledioni? Arbana dhe Ledioni. Okej. Njëri më i mirë se tjetri, me thënë drejtën. Po mendoj që Premium Ox Balajthiza, Leila me passion fruit, besoj që mund të jetë Arbana. Ja, okej, nuk po ta prish. Edhe tjetëri po lejmë Ledionin. Por që të gjithë bim dakord që Grida Duma është Lemonade, Premium Lemonade by Lajthiza, sepse është pak, do më thënë është serioze në atë të vetën, është si limoni, po gjithë e duan pak thartinë në jetën. Po mbi të gjitha blu, si partia. Si partia, si nëna parti. Ndërsa për mua, për mendimin tim, Rosé, pra Premium Rosé by Lajthiza, i shkon Alketës. Sweet Barbie, shumë sweet, shumë më pëlqen shumë, kështu që me këtë mund ta krahasoja, me Premium Rosé by Lajthiza. Dhe Arditje Brea me Tony Quater. Si uj. Që është si uj, do me thënë është i përditshëm, është i nevojshëm, zemra pa ujin. Pra do doja ta shikoja edhe të martë të shtunave, që Tony Quater, Premium by Lajthiza do të ishte një kombinim perfekt. Nga të gjithë këto emra që u thanë, jam i sigurt që nëse do ishte Grida njëherë, do shkëlqente me veshjet njëherë e para, do kishim çfarë shikonin. Kostumet me një luludhaçi këtu. Si do vishte finale me kostum të kuq, a do vishte ndonjëherë fustan me bisht Grida Duma në Big Brother? Jo. Ore, e dini çfarë po mendoja, kisha kështu ca mendime komplet pa lidhje, sikur të vinte për shembull Jonida Vokshi të bënte Big Brother VIP Albanian. Mos mendo më kur. Të lutem mos e manifesto këtë. Presim reagim. Tani reagim. Çfarë reagimi do kemi ne nga ajo që ke bërë ti? Përmendi Jonida Vokshin patjetër, dhe unë aq doja. Të përmendi Jonida Vokshin sepse në këtë seri të radhës të detektive unë kam investiguar lidhjen e çuditshme ose marrëdhënien e çuditshme mes Londrimit dhe Klodit. Më thash lidhje me Alien, se tha çuditshme, nuk kam ende një podcast për lidhjen me Alien. Jashtë toksori. Jam akoma deri në Kosovë kam shkuar. Po ishim bashkë apo ç'a ndodhi? Po nuk e di, un kam gjetur kështu fakte, kam analizuar fakte, i kam shkruar të dashurës së tij. Po na lë zemra Kostian aman se dua ta shoh. Jam shumë investuar. Popkoshka do. Popkoshka gati dhe jemi me detektivët. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në detektivët. Në shtëpinë më të famshme në Kosovë, duket se po lulëzon dashuria dhe fjalët e ëmbla. Pas çiftit Edi dhe Dolce, këtë herë kemi dy djem, Londrim Mekaj dhe Klodian Mihaj. Me sa kemi informacione, Klodi, i njohur ndryshe për rrethin e ngushtë shoqëror, nuk e ka për herë të parë këtë eksperiencë, sepse ai ka qenë më përpara edhe në një reality show tjetër në Itali, ku qëndronte i izoluar me të rinj të tjerë. Që në ditët e para, u vure një afrimitet i çuditshëm mes dy djemve. Në fillim, gjithçka ishte një bromance,
por gjithçka ndryshoi kur ne morëm sinjale që diçka më shumë po eskalonte në këtë marrëdhënie. Sipas një analize, ata kishin shikime që zgjasnin më shumë se mesatarja, 5 sekonda që meshkujt shikohen me njëri tjetrin. Lëndrimi është parë si një lojtar i fortë, si një lojtar i sertë, por e gjithë kjo ndryshon kur ai gjendet pranë Klodit. Ai ka reagime shumë të buta, qesh më shumë, është më shumë i dashur dhe bën veprime që në TikTok po bëhen shumë edite. Nëse do të merrnim një autor grek, ai do ta përshkruante këtë marrëdhënie me eros dhe me pathos, dhe me disa fjalë të tjera që të duke montani sikur dile tërsi. Po përse vallë mendohet që këta dy banor të kenë eros me njëri tjetrin? Sepse këta dy banor kanë dar dushin me njëri tjetrin. Përveç kësaj, ata kanë planifikuar edhe një udhëtim në Paris, që është cilësuar sipas tyre vendi dhe destinacioni i çifteve. Por përse vallë Parisin? Çfarë do të ndodhi në atë udhëtim? Kush do t'i paguaj biletat tani që janë shtrenjtuar në prag festash? Nëse në Big Brother VIP Albania u hodh aludimi që ata qëndronin pa bukë, me sa duket lëndrimi e ka gjetur zgjidhjen. Ai ka thënë Klodit ta haj gojën. E nëse jeni duke imagjinuar kanibalizma ose gjëra të kësaj natyre, ky është problemi juaj. Pasi i hëngri gojën, ai u pyet se si ndihet në praninë e Klodit. Lëndrimi është shprehur tekstualisht. Jam shumë e fat që e kam takuar një person si Klodi këtu. Me e taku në Big me një person që ka shumë gjëra të përbashkëta, nuk ka gjë më të mirë. Mëtej ai ka thënë, kam qef ta rrethoj veten me njerëz pozitiv, por si e ka pritur rjeti këtë gjë? Të shumt kanë qenë ata që kanë dhënë mendime dhe opinionet e tyre, a thua se vallë kush ja kërkoi? Le të lexojmë disa prej tyre. I'm just here to comment, shprehet. Lëndrimi më doket që sinqerisht po zhvillon pëlqimin dhe më vjen shumë keq se kam me ja shpreh, por Klodi s'ka ndjenja për këtë. Mel, thot, na knaqën qysh po ju lujin krejtve. User, thot, u dashuruan këta të dy dhe shpreh duartrokitjet e saj. Një komentues që dëshiron të mbetet anonim, thot, I'm invested in them. He, thot, ngomni, në Grande Fratello i shkan një qift lesbike, edhe kish bo loj, mendoj që Klodi e ka studiu edhe është e bot njëjtën. User, thot, plasën çokolatat. Pra këto ishin disa nga komente dhe opinionet që këta ekspert kanë hedhur. Disa e quajnë loj, disa e quajnë strategji dhe disa e quajnë pëlqim të vërtet, por kujdesen për zemrën e lëndrimit sepse mendojnë që Klodi të gjithën këtë e ka një loj. Ajo që mund të hedhë më shumë dritë është ishe dashura e Klodit, modelja Michele Veronesi. Allora, io e Claude siamo stati insieme circa un anno. Unë dhe Klodi kemi qëndruar bashkë për afërsisht një vit, dhe pas ndarjes kemi folur çdo ditë, gjithë ditën, edhe për 6 muaj të tjerë. Kështu, gati një vit e gjysmë kemi qëndruar bashkë. Është një person të cilin e njoh shumë mirë, dhe kam folur deri pak kohë më parë, edhe rapportet i kemi shumë të mira. Con lui abbiamo viaggiato molto, abbiamo fatto un sacco di viaggi appunto insieme. Spesso stavamo al telefono, lui lavorava fino a tardi perché doveva chiudere il ristorante. Klodi, në marrëdhënie me mua ka qenë një person i shkëlqyer. Kam shumë kujtime të bukura me ta. Kemi dalë shumë bashkë, kemi udhëtuar shumë, kemi qëndruar duke folur shumë edhe në telefon. Më pas ati duhet të punonte deri vonë, pasi mbyllte lokalin ku punonte si menaxher në Venezia. Del Big Brother penso che sia un ottimo appoggio per lui. Për sa i përket afërsisë që ka krijuar me këtë djalin brenda shtëpisë së Big Brother, e shoh si një mbështetje e shkëlqyer për të. Mendoj se ai ka nevojë për dikë me të cilin të flas dhe të krijojë besim. Madje e shoh si një marrëdhënie të ngjashme me atë që ka pasur me Jacob, teksa xhironim serialin Too Hot to Handle në Karaibe, serial që u transmetua edhe në Netflix. Molto bello con Jacopo, uno dei ragazzi che era lì con noi e che poi ha mantenuto nel tempo perché tuttora lui è molto amico di Jacopo. Quindi quando io inizialmente gjatë kësaj kohe, ai krijoi një marrëdhënie shumë të bukur me Jacob. Dhe kur kam parë klipet e Klodit me atë djalin në Big Brother, direkt më kujtua miqësia që kishte me Jacob.
Unë mendoj se mes tyre ka vetëm shumë miqësi dhe s'ka asgjë më shumë se kaq. Ha riconosciuto come un grande amico e secondo me non c'è niente di più tra di loro. Non lo so, questa è la mia intuizione personale guardandolo e magari Nuk e di, kjo është intuita ime personale, duke e parë, por mbase edhe gabohem. Sipas meje janë shumë shok. Përsa i përket marrëdhënies tonë, ai kurrë nuk më ka lënë hapësirë të dyshoj për orientimin e tij seksual, pasi kalonim shumë kohë bashkë. Gli altri partecipanti. Durante la nostra relazione non mi ha mai dato dubbi riguardo al suo orientamento, anche perché stava con me, quindi non ho idea. Non mi ha mai dato modo di sospettare altro. Ne do të qëndrojmë në gatishmëri për të zbuluar më shumë mbi këta dy personazhe dhe për të ditur se si qëndron e vërteta dhe për të zbuluar atë çfarë juve nuk ju a merr mendja. Si mbaroi dhe ky episodun e shijova shumë. Sikur na iku gjithë jetë. E keni vënë që këto që jemi vetëm ne pa një intervistë, i shijoj më shumë. Po se jemi vetja jon, mendimet tona. Jo, e lan pa këngë. Aman që isën apisni kokën. Sigur jemi kështu, nuk e di, e kemi këtë Na ka ngel kënga në gjak. Do bëjmë një featuring? Po pastaj do bëjmë rebrand. Featuring çdo të premte në orën 8. Sepse ne për çdo gjë themi what the fuck. Pafshi. Bye. Ándale.